Surja Yasin, Mekase, 83 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Yasin. Për Kuranin plot urtësi. Në të vërtet, ti Muhammed je një nga të dërguarit në rrugë të drejtë, me shpalljen e të plot fuqishmit, mëshirë plotit, që të paralajmërosh një popull para ardhësit e të cilit nuk ishin të paralajmëruar, prandaj këta janë të pakujdesshëm. Shumica e tyre meritojnë dënimin ton, se ata nuk besojnë. Ne do t'u vëmë në qafë vargonj, të cilët do t'u arrijnë deri në mjekër, e kështu do të jenë si tëmpirë. Ne kemi vënë pengesë para tyre dhe pas tyre e i kemi mbuluar, kështu që ata nuk shohin. Për ata është një lloj, i paralajmërove apo nuk i paralajmërove, ata nuk besojnë. Në të vërtet, paralajmërimi yt i sjell dobi vetëm atij që ndjek këshillën, Kuranin, dhe i friksohet të gjithë mëshirshmit, edhe pa e para të. Këtij i jepi lajmin e mirë për falje gjunahesh dhe shpërblim bujar. Sigurisht, ne i ringjallim të vdekurit dhe shënojmë veprat që kanë bërë dhe gjurmët e punëve të tyre. Ne e kemi llogaritur çdo gjë në një libër të qartë. Përmendu atyre shembullin e banorëve të qytetit kur u erdhën të dërguarit. Ne u dërguam atyre 2 vetë, që ata i quajtën gënjeshtar. Pastaj i përforcuam të dërguarit me një të tretë, e ata thanë: ne me të vërtet jemi dërguar te ju. Banorët u thanë: ju jeni vetëm njerëz si ne, e i gjithëmëshirshmi nuk ju ka shpallur asgjë. Ju vetëm gënjeni. Ata u përgjigjen: Zoti ynë e di që ne jemi vërtet të dërguar te ju dhe kemi detyrë vetëm që të shpallim qartë. Banorët thanë: ne parandjejmë fatkeqësi nga ju. Nëse nuk tërhiqeni, do t'ju gurëzojmë dhe me siguri do t'ju godas një dënim i dhemshëm prej nesh. Ata u përgjigjen: fatkeqësia që ju ndollët mund të vijë vetëm nga vetja juaj. Vallë, për shkak se po ju këshillojmë na kërcënoni? Ju jeni popull që kaloni çdo lloj kufiri. Dhe nga skajet e qytetit erdhi një njeri duke nxituar dhe tha: o populli im, ndiqni të dërguarit. Ndiqni ata që nuk kërkojnë prej jush kurrfar shpërblimi e që janë në rrugë të drejtë. Përse të mos e adhuroj atë i cili më ka krijuar e tek i cili do të ktheheni të gjithë? Vallë, përse duhet të adhuroj zota të tjerë përveç tij? Nëse i gjithëmëshirshmi do të dëshironte të më godiste me ndonjë të keqe, ndërmjetësimi i atyre zotave nuk do të më sillte kurrfar dobije, e as që do të mund të më shpëtonin. Atëherë, unë do të isha me siguri në humbje të dukshme. Unë i kam besuar Zotit tuaj, andaj më dëgjoni. Pasi e vrau populli i vet, atij i u tha: hyr në xhenet. Ai tha: sikur ta dinte populli im, se si më fali Zoti im dhe më bëri të nderuar. Por pas vdekjes së tij, ne nuk i dërguam kurrfar ushtrie nga qielli si dënim popullit të tij, dhe as që kishte nevojë për të dërguar. Mjaftoi për t'i dënuar ata vetëm një zë i tmerrshëm, pas të cilit u shuan për një herësh. Sa mjerim për ata njerëz. Kurdo që u vinte ndonjë i dërguar, ata nuk bënin tjetër por vetëm talleshin me të. Vallë, a nuk e kishin para ata se sa brezni para tyre që kishim shkatëruar nuk u kthyen më?
të gjitha ta do të paraqiten bashkërisht te ne. Shenjë për ata është toka e vdekur. Ne e ringjallim atë dhe nga ajo nxjerrim drithëra me të cilat ushqehen. Ne kemi krijuar në tokë kopshte hurmash dhe vreshta, e kemi bërë të shpërthejnë në të burime ujë që ata t'i hanë frutat e tyre. Këto nuk i bën duart e tyre, ndaj përse ata nuk duan të jenë mirënjohës? Qoftë lavdëruar ai që i ka krijuar çift të gjitha llojet, çka mbin prej tokës, ata vetë dhe ato që nuk i dinë. Një shenjë tjetër për ata është nata, prej së cilës ne e tërheqim ditën dhe atëherë ata mbeten në errësirë. Dielli sillet në drejtimin e vet të caktuar. Kështu e ka paracaktuar i plot fuqishmi, i gjithdijshmi. Hënës i kemi caktuar faza, ajo për ditë hahet e bëhet si rremi i përkulur i hurmës. As dielli nuk mund ta arrijë hënën, e as nata nuk mund t'ja kaloj ditës. Të gjitha lundrojnë në orbitat e veta. Një shenjë tjetër për ata është që para ardhësit e tyre, ne i ngarkuam në anijen e mbushur plot të Nuhut, dhe për ata ne krijuam mjete të ngjashme me atë anije në të cilat hipin. Po të duam, ne i fundosim ata e atëherë as nuk do të mund t'i ndihmoj kush e as nuk do të mund të shpëtojnë, përveç se me mëshirën tonë, duke i lënë ata të kënaqen një farë kohe. Kur atyre u thuhet, druajuni asaj që keni para jush dhe asaj që është pas jush, me qëllim që Allahu t'ju mëshiroj. Ata nuk ja vën veshin. Sa herë që atyre u vjen ndonjë nga shenjat e Zotit të tyre, ata i shmangen asaj. E kur atyre u thuhet, jepni nga ato që ju ka dhënë Allahu, atëherë mohuesit u thon besimtarve: pse, ne do t'ju ushqejmë ata që po të donte Allahu, do t'ju ushqente vetë? Ju jeni vërtet në humbje të qartë. Ata, mos besimtarët, thonë gjithashtu: kur do të përmbushet ky premtim, nëse ajo që thoni është e vërtetë? Ata presin vetëm një zë të tmerrshëm që do t'i kaploj, ndërsa grinden me njëri tjetrin. Atëherë ata nuk do të mund të lënë testament e as të kthehen te familjet e tyre. Dhe kur të fryhet në sur, ata do të dalin nga varret dhe do të nxitojnë drejt Zotit të tyre, duke thënë: mjerë ne, kush na ngriti prej varreve tona? Do t'u thuhet: ja, kjo është ajo që ka premtuar i gjithëmëshirshmi, të dërguarit kanë thënë të vërtetën. Do të jetë ai vetëm një zë i tmerrshëm e ata të gjithë do të paraqiten para nesh. Atë ditë askujt nuk do t'i bëhet ndonjë padrejtësi, dhe ju do të shpërbleheni vetëm sipas asaj që keni bërë. Sigurisht që atë ditë banorët e xhenetit nuk do të mendojnë për gjë tjetër veç lumturisë së tyre. Ata dhe gratë e tyre do të jenë në hije, të mbështetur në ndenjëse të lartuara. Për ata do të ketë aty fruta dhe çdo gjë që dëshirojnë. Paqe do të jetë fjala prej një Zoti mëshirëplot, ndërsa keqbërësve ai do t'u thotë: veçohuni sot ju, o kriminal. Vallë, a nuk ju kam urdhëruar, o bijtë Ademit, që të mos e adhuroni djallin, se ai është vërtet armik i hapët i juaj, por të më adhuroni vetëm mua. Kjo është rruga e drejtë. Sigurisht që ai djalli ka shpënë në humbje një mizëri prej jush. Vallë, a nuk po mendoni
Ky është xhehenemi që ju ishte premtuar. Digjuni tani në të, sepse kurrë nuk besuat. Sot, ne do t'u avullosim atyre gojët, e do t'na flasin duart e tyre dhe do të dëshmojnë këmbët e tyre për atë që kanë bërë. Sikur të donim, ne do t'u averbonim atyre syt, kështu që ata do t'a kërkonin më kot rrugën. Vallë, si do të shihnin? Sikur të kishim dashur, ne do t'i kishim shndruar ata në krijesat të tjera në atë vend, e ata nuk do të mund as të shkonin e as të ktheheshin. Kujt do që i japim jetë të gjatë, ne bëjmë sërish krijesë të dobët. Vallë, a nuk kuptojnë ata? Ne nuk ja kemi mësuar atij Muhamedit poezin, e ajo as që është për të. Ky libër që ka sjell është vetëm këshill dhe një Kur'an i qartë, për të paralajmëruar çdo që është gjallë dhe për të përmbushur fjala e tij ndaj mohuesve. Vallë, a nuk e shohin ata se ndër gjërat që duart tona kanë krijuar për ta, janë bagëtit që ata zotrojnë? Ne bëm që ato t'u nënshtrohen atyre, kështu që disa i shalojnë e prej disave ushqehen, prej disave pinë dhe nxjerrin dobi të tjera. Vallë, si të mos falenderojnë, por ata kanë zgjedhur zota të tjerë në vend të Allahut, duke shpresuar se do të ndihmohen prej tyre. Zotat nuk mund t'i ndihmojnë, e megjithatë, idhujtarët janë si një ushtri e pranishme për t'i mbrojtur ata. Mos u dëshpëro nga fjalët e tyre. Ne e dim çfarë fshehin dhe çfarë shpallin. A nuk sheh njeriu se si ne e krijuam atë prej pikës së farës, e megjithatë ai bëhet kundërshtar i hapët? Ai na sjell shembull duke harruar krijimin e vet dhe thot: kush do t'i ngjall eshtrat kur të kalben? Thuaj, do t'i ngjall ai që i krijoi ato për herë të parë. Ai ka njohuri të plot për çdo krijesë. Ai që prej drurit të njom bëri për ju zjarrin, të cilin e përdorni për të ndezur. Vallë, a nuk është i Zoti ai që krijoi qiejt dhe tokën, t'i rikrijoi ato? Po, ai është krijuesi i çdo gjëje dhe i gjithdijshmi. Vërtet, urdhri i tij kur ai dëshiron diçka është që t'i thot asaj bëhu dhe ajo bëhet. Prandaj, qoftë lartësuar ai, në dorën e të cilit është pushteti mbi çdo gjë. Tek ai do të ktheheni.